Rasti i Naim Urselit dhe Liridona Ademajt tronditi mbar opinionin shqiptar, për jo vetëm. Së fundmi, nga videoincizimet të tjera të paraqitura në gjykatën themelore në Prishtinë, janë publikuar dhe momente nga akti i vrasjes së Liridona Ademajt nga i akuzuari Granit Plava. Në pamje dëgohet momenti kur bëhet gjuajtje me armë ndaj Liridonës, ku në vetur ishte së bashku me 2 fëmijët e saj, e më pas dëgjohen të qarat dhe britmat e 2 djemve. Granit Plava kishte deklaruar se vetë Naim Urseli, pra bashkëshorti i Liridona Ademajt, kishte përgatitur armë me 5 fishek brenda. Ndër të tjera, Plava në dëshminë e tij kishte thënë se në natën kritike ishte Naimi ai që hapi pak xhamin e veturës, ndërsa ky i fundit shtiu me armë. Ky rast tronditi Kosovën dhe gjykata dita ditës po nxjerr akoma më shumë prova nga ajo ngjarje tragjike. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.